Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Studimi i fundit. Nëse i harroni gjërat shpejt, do befasoheni kur të mësoni të vërtetën. Të harruarit shpeshherë është e lidhur me mungesën e inteligjencës sipas praktikës së përditshme. Megjithatë, një studim i kryer nga Universiteti i Torontos pretendon të kundërtën. Sipas tyre, memoria e fortë është një aset i mbivlerësuar, derisa harresa mund të jetë një përfitim inteligjence. Është e rëndësishme që truri të harrojë informacione jo relevante dhe në vend të kësaj të fokusohet në vendime të rëndësishme, tendsoi profesor Blake Richlar, kryetari i ulëntimit. Profesor Richards dhe Paul Franklin propozuan që memoria të shfrytëzohet për të optimizuar vendimarrje dhe për të ruajtur informacione të vlefshme dhe duke lënë gjërat e tjera të parëndësishme të kalojnë në harresë. Ata thonë se ky aspekt i harresës është ndoshta një nga ndihmat më të mira që mund t'i bëni trurit tuaj pa pagesë. Megjithatë, një e mirë tjetër që mund t'i vijë shëndetit tuaj të trurit është edhe ushqyerja e tij me produkte sa më natyrale, të cilët kanë efekte pozitive në mbrojtjen e aftësive tuaja njohëse dhe mbi të gjitha, në rritjen e shkallës së inteligjencës. Nëse doni një memorie më të fortë, të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e humbjes së kujtesës, atëherë në dietën tuaj duhet të shtoni sa më shumë produkte natyrale, të cilat kanë efekte pozitive për shëndetin e trurit. Ushqimi që promovon shëndetin e trurit është thelbësor për mirëqenien dhe funksionet njohëse. Ngrënia e ushqimeve të duhura ka ndikim të fuqishëm sepse truri ka nevojë për një furnizim të vazhdueshëm me lëndë ushqyese për të funksionuar në mënyrë optimale. Ushqyesi ndihmojnë në mbrojtjen kundër stresit, reduktojnë inflamacionin dhe mbështesin rritjen e qelizave të trurit. Nutricionistja Lisa Andrews sugjeron disa ushqime që janë të mira për shëndetin e trurit dhe mund të përmirësojnë përqendrimin. Arrat. Arrat janë ndër ushqimet më të shëndetshme sepse ofrojnë një sër përfitime shëndetësore. Arrat në veçanti janë të shkëlqyera për shëndetin e trurit për shkak të përmbajtjes së tyre të pasur me acide yndyrore omega 3. Kjo lloj yndyre është zbuluar se redukton inflamacionin i cili mbron aftësinë njohëse, citoi Andres për Shifajns. Një tjetër produkt pozitiv për aftësinë tuaj të trurit gjithashtu është edhe përfshirja e avokados në dietën tuaj. Avokado është e shkëlqyer për shëndetin e trurit. Ekspertët tregon se kontribon gjithashtu edhe në rëndësinë e yndyrnave të pangopura, të cilat dihet se ulin kolesterolin dhe mbrojnë zemrën dhe trurin nga dëmtimi. Shega. Nutricionisti apohoi se shega përbën një bollëk të polifenoleve dhe kimikateve të tjera bimore me veti të forta antiinflamatore që janë në çelësi për ruajtjen e shëndetit të trurit. Spinaqi dhe perimet me gjethe. Perimet me gjethe jeshile duke përfshirë spinaqin janë heronjt në fushën e shëndetit dhe në fokusin e trurit. Ajo sugjeroi se zarzavatet me gjethe jeshile janë të pasur me vitaminën C, beta-karoten dhe antioksidant që janë në teje të mirë në ndihmën që japin volumit të trurit kundër plakjes dhe vonimit të tij. Edhe boronicat mund të jenë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në aspektin tuaj shëndetësor. Këto furda të vogla por në shëndet të fuqishme ofrojnë përfitime të mira për organizmin. Boronicat të njohura me vetit e tyre antioksiduese mund të bëjnë mrekulli në shëndet dhe në përqendrimin e trurit tuaj. Andaj mos nguroni që t'i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja të përgjithshme. E verdha e vezës. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina do të forcojnë kujtesën dhe gjithashtu qelizat e trurit komunikojnë në mënyrë efikase. Krahas të mirave të trurit, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe gjithashtu është e mirë edhe për grashtat zana. Edhe vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër mbron aftësinë e kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon në menaxhimin e peshës suaj, të kontrolloni sasinë e sheqerit, të lehtësoni depresionin dhe të mbrojeni nga sëmundjet kronike. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për ju është dhe salmoni. Ky peshk është i pasur me acide omega 3 që janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidativ në tru, duke sjellë rezultate të kënaqshme për ju.
Ato gjithashtu kufizojnë të kurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina si fosfor, zink, kalium dhe grupin e vitaminave B, riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është i mirë edhe për shëndetin kardiovaskular. Për riparimin e indeve, funksionet e duhura të tiroides, lufton inflamacionin e nyjeve dhe ndërton inteligjencën tuaj. Një frut të i rëndësishëm për shëndetin e trurit cilësohet arra. Edhe pse arrat konsiderohen të mira pasi përmbajnë acida alfa-linoolike, një acid yndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë rregullisht arra janë më inteligjentë dhe më të mprehtë. Pra arrat ndihmojnë në funksionet më të mira të trurit. Arrat, krahas të mirave që sjellin për trurin, përmbajnë edhe vitamina ushqyes të mirë, të cilët ushqejnë flokun, luftojnë në kolesterolin, luftojnë në diabetin dhe gjithashtu ushqejnë në shëndetin tuaj të lëkurës. Truri kërkon vazhdimisht furnizimin me vlera ushqyese në mënyrë që kujtesa të jetë e mbështetur nga mësimet e reja dhe proceset e vendimarrjes. Ekspertët kanë treguar se sa më shumë produkte natyrale të shtoni në dietën tuaj, aq më e lehtë do të jetë gjithashtu edhe fuqia e trurit që të jetë më e madhe. Një nga mënyrat më të mira për të përmirësuar shëndetin e trurit, për të parandaluar demencën dhe rënien e aftësive njohëse, është një dietë e pasur me vlera ushqyese, kripra dhe minerale, por cilat janë ushqimet më të mira për shëndetin e trurit. Peshku. Studimet kanë treguar se konsumi i peshkut një herë në javë ulë rrezikun e Alzheimerit dhe demencës në tru, që është përbërësi kryesor i acideve yndyrore omega 3. Kështu që ushqimet që përmbajnë këto yndyra ndihmojnë në shëndetin e trurit. Vezët. Vezët janë të pasur me kolin, një lëndë ushqyese që konsiderohet si një përbërës i rëndësishëm për shëndetin. Kështu një vezë e madhe ka 150 gram kolin. Gjithashtu, 150 mg kolin që gjendet te veza është shumë e rëndësishme për aftësinë tuaj të kujtesës. Arrat. Ngrënia e arrave përmirëson funksionet njohëse dhe kujtesën si dhe shëndetin e trurit. Arrat reduktojnë rrezikun e sëmundjeve si ato kardiovaskulare ose diabetin e tipit 2. Manaferat. Të pasur me veti antioksiduese dhe polifenole, manaferat përmbajnë disa përbërës që luftojnë në sëmundje të ndryshme, përfshirë ato kardiovaskulare dhe problemet të Alzheimerit. Kumbullat e thata. Kumbullat e thata janë të pasur me kalium, ndërsa janë një burim i vërtet i vitaminës B6 dhe bakrit, të gjithë mikronutrientët që ndikojnë në funksione normale të sistemit nervor. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të trurit janë edhe agrumet. Të gjitha llojet e agrumeve kanë disa përbërës që mbrojnë qelizat nervore të trurit dhe nxisin vetit antiinflamatore në tërësi. Mandarina, portokalli ose rrushi janë në krye të kësaj liste. Pluri i kakaos dhe çokolata e zezë. Kokrat e kakaos janë të pasura gjithashtu me flavonol, të cilët ndihmojnë në luftimin e inflamacionit në trup dhe mund të rrisin rrjedhjen e gjakut në tru, citojnë ekspertët. Vaji i ullirit ekstra i virgjër gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju dhe për shëndetin tuaj të kujtesës. Vaji i ullirit ekstra i pasur është i pasur me polifenole dhe vitamina E. Një ullumtim nga Harvard School Medical Public Health zbuloi se konsumi ditor i më shumë se një gjysmë lugë vaji i ullirit zvogëlon me 28% mundësinë e humbjes së jetës nga sëmundjet, të cilat lidhen tashmë edhe me shëndetin tuaj të trurit. Gjithashtu, hani mëngjes për të ushqyer trurin më mirë. Ushqimet e pasura në mëngjes do të përmirësojnë kujtesën afatgjatë dhe ata afat shkurtër. Peshku është një ushqim i mirë për shëndetin e trurit, fal yndyrnave omega 3 që përmban. Konsumi ditor i arrave dhe çokoladës të përbërë nga kakao. Shtoni avokado dhe drithra të plota. Konsumi i këtyre ushqimeve është një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trurit dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, gjithmonë pasuroni dietën me sa më shumë produkte natyrale. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetit mendor, ose ofruesit të kujdesit të shëndetit të përgjithshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.